Akuza ime sonte në Bardhezi është për fenomenin e Ministrisë Paralele të Arsimit të Zallbastarit, ku nga divani një shtëpis ti mund bëhesh ekonomist, mund bëhesh inxhinier, mund bëhesh mjek, mund bëhesh farmacist, stomatolog, çfarëdo që ti paguan për të marrë një diplomë falso dhe për të dalë në tregun e punës. Kjo ishte zbulimi apo arrestimi i policisë shtetit, por që askush nuk reagoi. E mbi të gjitha, asnjëri nga institucionet të cilave ju gjetën dokumentet në shtëpinë e individit i cili falsifikonte diplomat, nuk ka reaguar, nuk është distancuar ende sot. Bëhet fjalë për universitete, bëhet fjalë për diplomat maturës shtetërore dhe të gjitha këto sot janë në duart e individëve të caktuar që mund punojnë në administrat, mund të hapin një biznes. Ministria e Zallbastarit niste që tek arsimi parauniversitar, të jepte një diplomë universiteti, pastaj të kontrollonte dijet duke të dhënë edhe licencën e atyre profesioneve të rregulluara të cilat kanë urdhra specifik, e shkonte deri aty sa të jepte edhe licencën për të hapur farmaci, ku një individi normal i duhen 8 vite për shkuar deri këtu, ndërsa një individi tjetër që shkon tek Ministria Paralele e Zallbastarit mjaftonte një javë për të marrë dokumentin dhe për dalë në tregun e punës. Ministria e Zallbastarit tani kush është? Është një individ i cili për shfatin e keq vjen nga rrallët e arsimtarëve duke shfrytzuar pikërisht ato Ku gjendet ky në Shkodër? Ku gjendet? Në Zallbastar. Këtu më në Tiranë. Në Zallbastar, këtu afër. Jo, thashë se ishte epitet ky Zallbastari. Jo, ndodhet në Zallbastar. Aty është konfiskuar një numër i lartë diplomash false, të cilat vinë nga universitete, diploma matura shtetërore, licenca. Ka bërë dikush publike këtë? Lajme është publikuar. Unë se kam dëgjuar, unë e kam dëgjuar vetëm nga ty, nuk e kam dëgjuar. Ka kaluar në... Më shpjegoj një gjë, si mund të falsifikohen dokumentat kur ato kanë element sigurie? Tani këtu o ka një bashkëpunim me institucionet të tjera, pra ky tipi i Zallbastarit, ja ka thonjë në fyt edhe tjerëve, se s'ka shans ku i gjeti kë. Ky është shqetësimi im sot. Sepse në një situatë të tillë, kur kemi diploma, kemi vula, kemi firma të cilat janë gjetur, pra janë gjetur materiale të falsifikuara, ku zakonisht diplomat e kanë një numër serial i cili prodhon atë kartonin, ku studentët për shembull për të marrë në shtet atë kartonin presin edhe 3 muaj se i thonë nuk është prodhuar ai kartoni. Ndërkohë atje janë gjetur dhe janë konfiskuar këto. Prandaj thash, asnjë institucion nuk ka reaguar. Minimalisht sot universitetet që janë përmendur, e cila është një listë e universitete, ato dokumentet të cilat janë bërë publike, është një lajm i cili ka kaluar në një mënyrë kështu të heshtur, por thjesht është përmendur si një aksion i policisë dhe konfiskimi që është kryer, pikërisht të gjithë këto institucione duhet bënë një deklaratë dhe thonin të distancoheshin nga rasti, që ne nuk kemi asnjë lidhje me këtë rast, jemi institucione të cilat... Po si ka mundësi që letra e këtij kishte tiparet e letrës origjinale? Ky është falsifikimi. Tani, nëse ne i kthehemi, ne jetojmë në këtë... A ka vullat të thata, vullat të njoma, vullat të pjekura? Aty janë gjetur, pikërisht janë gjetur diplomat të cilat kanë patur edhe vullën, kanë patur logun e këtyre institucioneve. Atere ka bashkëpunuar me ata? Atere që ka pas ka filiale Ministria e Zallbastarit? Kjo i takon padyshim hetimit i cili do dalë në një përfundim, urojmë mos jemi në këto nivele, sepse kjo pastaj do e njolloste tërësisht sistemin tonë. Atëherë unë po të them dy gjëra brenda kësaj. E para, në dijenin time, se unë jam edhe më i vjetër, që nga ditët e para të demokracisë, këtu është falsifikuar dhe vula ambasadës amerikane. Deri këtu kanë arritur. Pra këtu është falsifikuar çdo dokument i mundshëm që ekziston në Republikën e Shqipërisë dhe më gjërë. Këtu. Dhe dyta, ky problemi është që kur shkon diploma jon në botë, vinja 20 kërkesa për verifikim, dërgojnë ata emaile, na e verifiko, a është kjo. Domethënë, ky tipi i prish punë, jo vetëm sistemit këtu, po çdo njeriu në të ardhmen. Se këtë duhet thënë. Ne nuk e dim numrin e diplomave që janë shpërndarë. Unë mendoj që është i barabartë me diplomat e vlefshme. Kjo i takon padyshim hetimit për ta zbuluar. Po jo vetëm te ky, jo, se ky është një. Unë di të paktën një 700 gjatë gjithë historisë të jetës time në këtë atë dhe. Jo më larg se vitin e kaluar kishim rastin e Universitetit Wisdom.
i cili ishte po i ngjashëm sa i takon diplomave. Ajo çka ne kemi Mira, ishte falsifikim brenda një ombrelle. Ajo dje. Unë po flas edhe në vitet kaluara. Unë po flas për gjithë të tjerat. Do të thënë ajo që do të thënë se ajo situata. Dim atë që s'dim, po ka dhe ca gjëra që si dim që si dim. Që si dim. Kjo është pra aty kam unë. Uroj që ky rast të hetohet në mënyrën e drejtë mundshme, që ne të kuptojmë realisht se sa kapilare. Pse të ngelet vetëm te hetimi kjo, kur kjo duhet të kthehet në një moto të gjitha institucioneve, që të prodhojnë letra serioze, të pa falsifikueshme, një, dhe të verifikueshme, dy. Se kjo ka një që shkon, vëlla. Tani, këtë duhet ta shohim se si do dalin fund, sepse unë e thash, sot të gjithë të dokumente të cilët prodhohen, flas në një diplomë e cila merret në universitet, e cila merret në rrugën e drejtë, po themi, ka një numër serial që e shoqëron atë, që është pikërisht ky numri që të ndihmon për të kuptuar origjinalitetin e këtij dokumenti. Prandaj duhet parë se si kanë qenë këto dokumenta, por ajo që më shqetëson sot është që këto individ, të cilët kanë marrë një diplomë nga ky institucion, mund të jenë sot në administratë, mund të jenë sot mjek, mund të jenë stomatolog, dhe këto janë diploma që janë gjetur mjek, stomatolog, janë gjetur infermier, pra individ që kanë të bëjnë dhe kanë në dorë shëndetin tonë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ky rast mos kalonte i heshtur, e padyshim të hetohet në mënyrën e drejtë, sepse kështu vetëm po e dëmtojmë arsimin tonë shqiptar dhe po vazhdojmë ta njollosim çdo herë më shumë duke i detyruar të rinjt tonë të largohen. Atëherë falenderojmë shumë përzemërsisht Kolindo Vjerdhën, që është një ambasador, le ta quajmë, i shoqërisë civile, një njeri që merret me gjitha këto problemet. E falenderojmë shumë për këtë ndërhyrjen e tij. Së dyti, i ftojmë të gjithë njerëzve që e vetmja gjë, jo falso, që mund të kenë besim është Dorelani, dhe po të flini në Dorelan, edhe falso po të jeni beni original, sepse Dorelani të jep një qasje njerëzore, të bën më njeri, pra e humbet atë falsitetin, dhe së treti, faleminderit, shifemi javës tjetër.